3 nga nipërit e Nicolas Maduros janë shtuar në listën e sanksioneve të thesarit të SBA-s. Efraín Campo Flores dhe kushërinjtë e tij, Francisco Flores de Freitas dhe Carlos Malpica Flores, janë të lidhur me presidentin venezuelian nëpërmjet gruas së tij, Cilia Flores. Frankie Flores dhe Efraín Antonio Campo Flores, nipër të zonjës së parë të Venezuelës, Cilia Flores, gjithashtu u goditën me sanksione. Ata u quajtën nipërit e narkotikëve pas arrestimit të tyre në Haiti në vitin 2015 në një operacion të fshehtë nga administrata amerikane e zbatimit të ligjit kundër drogës. Thesari i SBA-s gjithashtu sanksionoi 6 anije që transportonin naftë venezueliane. Kujtojmë se Trump në një deklaratë mbrëmjen e kaluar kërcënoi se përveç sulmeve në det do të nisin edhe sulmet në tokë. Ata na kanë trajtuar keq dhe mendoj se tani ne nuk po i trajtojmë aq mirë. Nëse shikoni trafikun e drogës, trafiku i drogës nga deti ka rënë me 92% dhe askush nuk mund ta kuptojë se kush është ai 8%-shi, sepse nuk kam asnjë ide. Kushdo që përfshihet në këtë tani nuk po ja del mban dhe ne do ta zgjidhim këtë edhe në tokë. Do të fillojë shumë shpejt në tokë, tha Trump.